plot edhe një seancë të radhës, pra ku partitë opozitare, subjektet opozitare vazhdojnë blokadën apo vazhdojnë praktikat bllokuese në konstituimin e kuvendit. Kushtetuta është mjaft e qartë, Kushtetuta e Republikës Kosovës thotë që është e drejtë ekskluzive e partisë fituese që ta propozojë kandidatin për kryetar komune. Ndërsa për dallim prej mënyrës se si formohet qeveria ku partia fituese duhet sigurojë edhe shumicën tek votimi për kryesinë e kuvendit, pa kryetarin dhe nënkryetarin, kemi edhe interpretimin e gjykatës kushtetuese ku kërkohet që të gjithë deputetët duhet të jenë prezent dhe kanë për obligim që të votojnë. Pra duhet marrin pjesë në votim të gjithë deputetët, sepse është detyrë e të gjitha partive parlamentare pra që të konstituojnë kuvendin, që të votojnë për kryesinë e kuvendit. Otër ishte që partia fituese duhet siguroj shumicën tek kryetari i kuvendit, atëherë do të kishim problemin e radhës më një herë ku do të bllokohej situata në konstituim.